Të dashur qytetar dhe qytetare që i shifni sot këtë parlament në kahun këtej me pulat lagura dhe me gjel të veshur me fustanin e lubis. Do vi të u shpjegoj. Sot në mëngjes tek po denoncoja para shqiptarve pronat dhe paralarjen e Altin Dumanit me dokumenta origjinale autentike. Gazetarët më njoftojnë se nga 11 televizione live 10 censur të plot dhe vetëm një ipte konferencën time. 10 të tjerë serialin e mashtrimit të kreut tuaj që po fliste si kur t'ishte Belinda, Lubia, e patë në gjuhët vetë, që do shkonte në Katun. Në Katun jo në qeli po. Thojani, që ju që më keni votuar, tani unë po largohem për mëkate, një zinxhir pa fund, hipokrizie, si ai duti kapur në qark. Në qark. Erdi sot ku është? Ku e ke? Ku e ke? I dha një të fort këti tjetrit su dhe vazhdoj mashtrimin e tij. Por në gjithë këtë histori që shifni, çfarë ka të dashur miq? Investitori vetëm në 13 vite i huaj si të largojmë dhe atë nga Shqipëria. Po, tu them unë ju. 13 vite nuk ka asnjë investitor të huaj në tokën shqiptare. 13 vite. Thot Europe Tender. Asnjë tender në Shqipëri nuk është fituar nga kompanitë europiane. Harroni ju, mos harroni. Një nga kompanitë më të fuqishme që do ndërtonte një resort turistik në Laz për 1,5 miliardë euro. I duhet janë zori rumin të kura limuthit dhe ja bëri kockat për shesh fadit. Dhe rumi pritej në zyrën e tij. Edhe ai nga Katari ishte, në fakt, të themi të vërtetën. Asnjë investitor i huaj. Çfarë po ndodh? Cili është qëndrimi i Partisë Demokratike? Qëndrimi është ky. Ne besojmë se investimet e huaja janë një rëndësie jetike për zhvillimin e Shqipërisë. Sikundër, gjatë periudhës që qeverisëm, në Shqipëri u garantuan investimet më të mëdha në historinë e këtij vendi, vetëm në fushën energjetikë rreth 2 miliardë euro. Projekti historik i Trans-Adriatic Pipeline, Kaskada e Devollit, Kaskada e Fanit. Përveç këtyre, nga viti 2008, viti 2013, investimet e huaja u variuan nga 1,2 në 1,4 miliard euro. Çfarë ndodh tani?
Qa ndodh tani? Tani, unë u them prap ju, Partia Demokratike mbështet investimin e huaj. Dhe ju po largoni të vetmin investitor të huaj që ka mbetur në Shqipëri. Majni shënim, po e largoni, vetë thaj, ju më votuat mua, tha. E tha, ju më votuat, jam njeriu që më keni votuar. E hoqi masken. E hoqi masken. Britma për çështje pronësie. Partia Demokratike qëndron për respekt në plot absolut të drejtës pronës. Cila ka qenë zgjidhja në një kohë kur investoheshin miliarda këtu. E thjesht, fare thjesht, po që se ke projekt të miratuar nga qeveria, me dokumenta të firmosura nga institucionet zyrtare, prandaj më censurojnë, prandaj u censurova. Me dokumenta të firmosura nga institucionet zyrtare, kadastra, agjensitë e tjera, dhe shtetit miraton të ty projektin, askush tjetër nuk kishtë bënte me ju, investitorin. Jo. Çdo qytetar, për çdo padrejtësi, për çdo abuzim, kishte shtetin i cili do ta dëm shpërblente atë me kushtet e tregut, dhe do të nënshkonte me forcën e ligjit falsifikatorin dhe spekulantin. Ky ligj është fuqi, po keni ligj ju, keni vetëm ligjin e xhepit. Se ky ligj është fuqi. Shifni që po ndodh me aeroport e Vlorës. A ka shqiptar që nuk e din, që po bëjnë copat ja mirë një aksionet? Po, mos shifi njëri tjetëri, se e dini mirë dhe ju. Se bëni sigur qështë qëra po fletë ky. Absolutisht po. Po, doni t'ja mirë një aksionet, sepse janë në loj 130 milion euro. 10 milion në vit biletat munguara. Kjo është e gjithë puna që i shifni. Dhe pas e vendos gjykata e lartë, del Karakaçi, jo se ka më Karakaçi, ka Balluku, ky ministri, del ky dhe u thotë, gjeni zgjidhje tani, po qa zgjidhje? A foli gjykata e lartë, zbato vendim në gjykatës. Po nuk jeni shtet ligjor, jeni shtet mafje, shtet xhepi. Shtet xhepi. Ajo që ndodhi, pe rrëmbimi i qytetarit që po proteston të i qetë. Rrëmbimi i qytetarit po proteston të i qetë, absolutisht pas gjë. Prisni. E rrëmbyn, barbarisht e shkelmune zvaritën, dhe tani, komunikatat e Skënder Ballukut, se ishte futur në territor. Dhe kur dolen videot e aktivistëve, doli sa ishte ja. Për që e kam dhe me gjatë kohën sot, se jeni shumë keqë. Po, jo. Ma do marrë pak edhe 5 minuta nga kohë e grupit, se keni shumë probleme sot. Pra, doli video që ishte larg territorit, larg telave, e futën e morën e rrëmbyrën e futën brenda telave. Atëherë reagoi Skënder Balluku.
Po sa herë keni bërë me protestuesit paqësorë në Tiranë? Sa selle banditese keni bërë ju? Ndaj, kush? Po çfarë jeti, deputete je apo aktiviste? Je aktiviste, votuese e Edi Ramës. Vazhdo. Pra, edhe njëherë, e tëra kjo ka një rezultat. Interesa strikt mafioze. Ju po largoni dhe po e vishni me të gjitha ato ngjyra. Po ku ishit ju kur filloi ndërtimi i aeroportit? A e dini që aeroporti i Vlorës është krim më i shëmtuari që ka ndodhur? Aeroporti i Vlorës asgjësoi habitatin e vjetra specieve të rralla të shpendve. E asgjësuat, por. Krimor dhe. A e dini ju tjetërën? Që në 2017, kur u kriju grupi për ndërtim në aeroportit Vlorës, grupi shkoj, dhe grupi, pasi studioj të gjitha kushtet, u kthye dhe kërkoj të përtoj aty ku kishim vendosur ne, të kthese Levanit. Sa po i thanë, asaj gurabardhit, ajo dëshiremi me leska ata. Njerëz akademik, njerëz të nërur. Dhe i thanë qëko, zonjë nuk mund ndërtohet aeroporti atje, për 1, 2, 3, 4, aeroporti mund ndërtohet, si që pa të thëmë ne, edhe në në farë. Aeroporti duhet ndërtohet të kthese Levanit. E quat atje përmbytet. Dhe tani o burra, po, skapin shpin dhe t'ja marim budgetit, t'ja marim aksionet, t'ja marim dhe fiton me gjykat dhe thoni jo, bëni marrëveshje. Flet për turizëm. Në 36 vite, krye investimi i turizmit ka është një, është rruga e kombit. është rruga e kombit. E dëgjonim neveri, do më thënë, mashtrimet e një mashtruesi ordiner, që dhe blokonte ekranet me urdhër që të mos jipe i fjala ime, dhe fishte turizme njërë sa me 2 milion, 4.7 milion. Dhe tani që unë turist, të gjitha ata që vinë për EasyJet, Ryanair. Ata që unë turist. Shqipni plazhet që i keni. Dhe s'fundi del Vangel Tavo, rafshon një kodër atje, e keni pa po jo në vuno. Tjerë thonë se po përgatit balesën e arres e Edi Rama, edhe herë po i them, harroja se do shkosh në Katun. Katun në ytë Edi Rama do jetë qelia. Do t'jetë qelia. Po. Zoti Balla, keni fjalën të përgatitet zoti Spahia.